Nuk është sekret që qenjet njerëzore janë specia dominuese në tokë. Në mungesë të provave për praninë e jetës në vende të tjera të universit, ndoshta mund të konsiderohemi si specia dominuese edhe në hapësirë. Por po të kishin ekzistuar të tjerë si ne, miliona vjet më parë? Si mund të jemi të sigurt që jemi qytetërimi i parë i avancuar që e quan tokën shtëpi? Nëse ka pasur të tjerë para nesh, çfarë gjurmësh do të kishin lënë pas? Çfarë do të ndodhte nëse një qytetërim i avancuar do të kishte ekzistuar tashmë në tokë? E dim që jeta në tokë ekziston prej 400 milion vjetësh. Por si mund të kthehemi kaq shumë pas në kohë? Rënojat dhe artefaktet e lashta na çojnë vetëm disa mijëra vjet prapa. Dëshmitë gjeologjike vetëm rreth 2 milion vjet. Pra, nëse nuk mund të mbështetemi te provat e drejtpërdrejta, ku tjetër mund të kërkojmë gjurmë të një qytetërimi potencialisht të zhdukur? Çfarë mund të mësojmë për të shmangur të njëjtin fat si ata? Ja disa shifra marramendëse. Universi ka rreth 13.8 miliard vjet. Toka ka 4.5 miliard vjet. Dhe njeriu e ka zhvilluar qytetërimin industrial vetëm gjatë 300 viteve të fundit. Duke pasur parasysh të gjitha këto, duket se ka pasur shumë mundësi që një qytetërim tjetër i avancuar të ketë lindur, lulëzuar dhe zhdukur përpara shfaqjes sonë. Por të gjesh ndonjë provë për një specie të civilizuar nga e kaluara duket më e vështirë se sa të gjesh vetë qytetërimin. Artefaktet fizike do të ishin prova më konkrete e një jete inteligjente të kaluar, por është shumë e pamundur të gjendet ndonjë. Me kalimin e kohës, edhe ndërtesat më të larta shpërbëhen dhe materialet më të qëndrueshme degradohen. Qytetet tona mbulojnë më pak se një të sipërfaqes së tokës, kështu që çdo qendër urbane e krahasueshme që i përkiste një qytetërimi të kaluar do të ishte e destinuar të zhdukej nga sytë e paleontologëve. Edhe nëse do të dinim saktësisht ku të kërkonim, është e pamundur që këto artefakte të mbijetojnë për më shumë se disa milion vjet. Sigurisht, ekziston gjithmonë fosilizimi, por ai ofron vetëm një dëshmi të kufizuar të së kaluarës. Për shkak të variablave si periudha dhe vendodhja, një qytetërim industrial që ka zgjatur 100.000 vjet, pra 333 herë më shumë se Juni deri tani, mund të mos lërë asnjë gjurmë fosile. Prandaj, do të ishte më mirë të kërkojmë prova të tërforta. Mënyra më e mirë për t'i gjetur do të ishte të vëzhgonim gjurmët që qytetërimi ynë do të linte pas, nëse do të shembej në gjendjen e tij aktuale. Një vend ku po lëm një gjurmë të qartë është sedimentimi në fund të rrjedhave tona ujore. Mjafton një vështrim për të dalluar menjëherë ekuilibra kimik të çuditshëm që rrjedhin nga një ndikim i jashtëm. Për shembull, plehrat azotike që përdorim për të kultivuar ushqimin derdhen në rrjedhat tona ujore dhe krijojnë zona të vdekura me përmbajtje të ulët oksigjeni, të dukshme në shtresat sedimentare. Përveç kësaj, do të lëm molekula sintetike që do të qëndrojnë për një kohë të gjatë për shkak të rënjeve radioaktive, steroideve dhe të gjithë plastikës që hedhim në oqean. Nuk ka asnjë dyshim që speciet e së ardhmes do të kenë një përshtypje të shkëlqyer për ne. Nëse kjo nuk do të ishte tashmë mjaft e turpshme, teknologjitë tona po e ndryshojnë shpejt mjedisin, duke shkaktuar zhdukje masive që do të jenë shumë të dukshme në të dhënat fosile. Ironikisht, ndoshta treguesi më premtues i një qytetërimi të avancuar mund të jetë pikërisht një nga elementet që ka shkaktuar shkatërimin e tij. Kur djegim lëndë djegëse fosile, lëshojmë karbon në atmosferë. Lëndët djegëse fosile rrjedhin në fund të fundit nga bim dhe kafshë në dekompozim, të cilat përmbajnë një lloj karboni me një masë atomike të ndryshme nga ajo e karbonit që zakonisht ndodhet në atmosferë. Kur ky lloj karboni lirohet, ai ndryshon përbërjen molekulare të atmosferës dhe lë një shenjë të qartë për shkencëtarët e së ardhmes. Në një studim të vitit 2018, shkencëtarët kanë hamendësuar që qytetërimet mund të kenë madje edhe cikle jetese të gjeneruara nga lëndët djegëse fosile. Kur përdorimi i tyre çon në ndryshime klimatike, nivelet e oksigjenit në oqean bien dhe ndihmojnë në krijimin e një terreni të favorshëm për formimin e lëndëve të reja djegëse, si nafta. Në këtë mënyrë, një qytetërim dhe zhdukja e tij mund të mbjellë farën për qytetërime të reja në të ardhmen. Ndoshta nuk do të gjejmë kurrë ndonjë provë për praninë e fqinjeve inteligjent në të kaluarën, por mund të mësojmë shumë për veten tonë.
Analizimi i gjurmës sonë ekologjike në një afat të gjatë mund të sjellë përfitime praktike. Na ndihmon të kuptojmë se ku mund të përmirësohemi, të arrijmë një ekuilibër me planetin tonë në mënyrë që të mos bëhemi qytetërimi i harruar i së nesërmes. Megjithse duket e pamundur që ka pasur jetë inteligjente përpara nesh, kjo nuk do të thotë se nuk ka ekzistuar. Për aq sa dim, ata mund të kenë qenë aq të avancuar sa të kenë pastruar vetë rrëmujen që lanë pas. Mënyra e vetme për të zbuluar nëse dikush ka qenë këtu përpara nesh mund të jetë funksionimi i një makine kohe dhe të shohim me sytë tanë. Nuk beson se udhëtimi në kohë është i mundur? Po kjo është një histori për një herë tjetër. Shpresoj që videoja të ketë pëlqyer. Nëse po, të ftoj të lësh një pëlqim dhe të abonohesh për të mbështetur kanalin.